Në Shqipëri dhe Greqi vazhdojnë diskutimet për mbrojtjen e ekosistemit të lumit Vjos. Sekretarja e përgjithshme e prefekturës Janinës tha se propozimi për devijimin e ujrave në anën greke është një propozim i vjetër dhe Greqia do të ndjekë direktiva e Bashkimit Evropian për menaxhimin e ujrave, njofton korrespondenti ynë Raimond Kola. Mbrojtja e ekosistemit të lumit Vjosa vazhdon të jetë në qendër të diskutimeve të organizatave mjedisore dhe faktorëve të tjerë vendor, si në veri të Greqisë edhe në jug të Shqipërisë. Diskutimet janë shtuar jo vetëm prej praneve greke për të devijuar një pjesë të rrjedhës në anën greke në liqenin e Janinës, por edhe për planet në anën shqiptare për ndërtimin e 8 hidrocentraleve që do të sillnin pasoja për një nga lumenjtë më të paprekur dhe më të bukur të Shqipërisë. Kryetari i Bashkisë së Përmetit, një qytet që përshkohet nga Vjosa, Gilberto Jaçe, thotë se mbrojtja e lumit është mjaft e rëndësishme dhe për të duhet punojnë të gjithë faktorë si vendor dhe mjedisor. Është një shqetësim që gjetëm dhe nga pala greke, nga profesorët e Bashkisë së Konicës. Sigurisht edhe nga ana shqiptare ka pasur një sensibilitet mjaft të lartë. Ne kemi bërë dhe një aktivitet, unë e dua Vjosën, ku në fakt shprehur dëshira e mjaft qytetarëve që lumi Vjosa të ri paprekur siç është. Por ndërkaq kemi dhe një konfirmim nga një shoqat për mbrojtjen e lumenjve në Europë, ku konfirmohet që lumi Vjosa është një nga lumenjtë e fundit të egër në Europë. Pra një lum pa diga, pa bllokime, i cili rrjedh lirshëm ashtu si Zoti e ka krijuar për miliona vjet. Zoti Jaçe ka marrë pjesë në disa aktivitete që janë organizuar së fundi, si në Shqipëri dhe në Greqi në fqinje, lidhur me këtë çështje. Ai është bashkuar me fort zërave që kundërshtojnë planet që sjellin dëmtim të ekosistemit të Vjosës. Ndërsa sekretarja e përgjithshme e prefekturës së Epirit dhe Maqedonisë Perëndimore, Vasili Qief Taksa, thotë se propozimi për devijimin e lumit Vjosa në liqenin e Janinës është një propozim që është bërë përpara shumë vitesh. Είναι μια πρόταση η οποία έγινε πριν από πολλά χρόνια. Disa e përmendin akoma si propozim, thot ajo, por në këto momente nuk është as e nevojshme dhe as një problem shqetësues në shoqërinë civile të Epirit kjo çështje. Ajo konsideron se vendimi i devijimit të Vjosës nuk ka asnjë çastje të diskutohet tani. Ότι δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση τώρα. Και το diskutohet tani. Και άλλωστε στα διαχειριστικά σχέδια των υδάτων. Greqia, thot ajo, do të zbatojë për administrimin e ujrave detyrimet europiane. Zonja Taksa, që mori pjesë në një takim me drejtuesit vendor të Gjirokastrës, pohon se Greqia është duke përfunduar studimi për menaxhimin e ujrave bazuar në praktikat europiane. Organizatat mjedisore greke kanë ngritur çështjen e mbrojtjes së lumit Vjosa në gjykatën greke, ndërsa në anën shqiptare nuk kanë munguar veprimtaritë e aktivistëve mjedisor për ndërgjegjësimin për mbrojtjen e Vjosës. Profesorën e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.